simptomat e para edhe nëse nuk e ka asnjë person në familje, megjithëse konsiderohet trashëguese. Po. Atëherë, sëmundjet alergjike në përgjithësi janë trashëguese ose gjenetike. Po. Dhe nuk do të thotë që do të lajmërohet në vitin e parë, tretë. Neve kemi pacient që për herë të parë na vinë në moshën 50 vjeçe. Sakt. Dhe është një kontakt i disa herët me alergjenin, që trupi ta konsiderojë si armik dhe pastaj të shfaq simptomat e veta. Këtu është esenca. Dhe te poleni kemi një shfaqje të kollajt, po e them të kollajt sepse mukoza e hundës dhe mukoza e gojës dhe e fytyt është një barierë më e butë për alergjenin dhe atakon shumë më lehtë alergjenin se sa lëkurën. Lëkura konsiderohet një barierë pak më e fortë dhe më stabile, ndërkohë që mukozën e ka më të kollajt alergjenin për ta atakuar dhe poleni shkakton sigurisht një proces inflamator brenda këtyre mukozave. Kemi